Bregdeti i Bejrutit u kthye në streh të improvisuar. Qindra banor të zhvendosur që ikën nga sulmet izraelite në Libanin jugor dhe periferit jugore të kryeqytetit e kaluan natën në shishe publike, plazhe dhe makina të parkuara. Libani u godit nga sulme të shumta dhe Izraeli tha se po hakmerret kundër militantëve të Hezbollahut pasi grupi i mbështetur nga Irani qelloi mbështetjen hebre. Zëdhënësi ushtrisë izraelite, general brigade Efi Defrin, tha të mërkurën se Irani është regjim terrori dhe se do të vazhdojnë të godasin objektivat derisa ky kërcënim të hiqet. SBA dhe Izraeli goditën Teheranin dhe qytete të tjera iraniane me sulme ajrore të shumta në ditën e 5 të luftës me Iranin, ku Izraeli shënjestroi udhëheqjen dhe forcat e sigurisë iraniane, ndërsa Republika Islamike ju përgjigj me breshëri raketash dhe sulme dronësh ndaj Izraelit dhe në të gjithë rajonin. Sirena alarmi u dëgjuan sërish në Izrael të mërkurën pasdite pas lëshimeve të njëkohshme të raketave nga Libani dhe Irani dhe gjurmë të interceptimit u pan mbi zonën e Tel Avivit. Një raket balistike lëshuar nga Irani dhe që u drejtua në hapësirën ajrore turke pasi kaloi Sirinë dhe Irakun u shkatrua nga sistemet e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s në detin mes dhe lindor, tha të mërkurën Ministria Turke e Mbrojtjes. Kjo e fundit theksoi se nuk pati viktima ose të plagosur në incident, duke shtuar se Turqia rezervon të drejtën për t'ju përgjigjur çdo veprimi armiqësor kundër saj, ndërsa paralajmëron palët të përmbahen nga hapat që mund të përshkallëzojnë konfliktin.